Ja ku jemi rikthyer. I morëm të gjitha informacionet që na duhen. Do të flasim tani dhe do të dëgjojmë në sakt që me atë urtësinë e tyre dhe misionin e tyre për gazetarinë dhe për të punuar dhe për të qenë dedikuar gjithkohës për informacionin, ata ndërkohë kanë edhe le të themi atë hyjnoren e vet, pra dedikimin ndaj Zotit, edhe sigurisht që në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit ata po agjerojnë duke sakrifikuar kështu në një farë mënyrë, sepse edhe përditshmëria dhe lajmet e terreni ka bërë që të mos kenë shumë kushte optimale, le të themi për të qetë. E vërtet, gazetarët e mrekullueshëm që janë në krye të detyrës gjatë gjithë kohës, por nga ana tjetër duke bërë edhe sakrificën ndaj Zotit, duke agjeruar në muajin e shenjtë të Ramazanit, janë të mrekullueshëm të gjithë, bëhet fjalë për Armend Piren, Prejana Tufa, Eni Ferhati, Merin Maçi dhe Dorisa jonë e dashur, Dorisa Parlaku, kështu që janë të gjithë këta gazetarë që janë në krye të detyrës, por nga ana tjetër kanë, le të themi në thonjza dhe atë sfidën që duhet qëndrojnë gjatë gjithë ditës agjerueshëm, por kjo duket që nuk është absolutisht pengesë. Ndjekim si ka nisur periudha e tyre, prej sa vitesh agjerojnë dhe gjithçka tjetër. Ndjekim insertin, kthehemi pas studio. Muaji Ramazanit është një periudhë e shenjtë për besimtarët musliman, e cila shoqërohet me agjërim, përkushtim dhe reflektim shpirtëror. Nga lindja deri në perëndim të diellit, shumë njerëz përmbahen nga ushqimi dhe uji, duke vazhduar njëkohësisht edhe angazhimet e përditshme. Për gazetarët, të cilët shpesh punojnë me ritme të shpejta, orare të zgjatura dhe lëvizje të vazhdueshme në terren, kjo periudhë mund të sjellë sfida shtesë në përballimin e ditës së punës. Megjithatë, përkushtimi ndaj profesionit dhe besimit shpesh ecin paralelisht. Ne kemi pyetur disa prej gazetarëve se si e përjetojnë ata periudhën e Ramazanit. U bë viti 4 që agjeroj, në fakt nisi si një dëshirë për të provuar veten, por dhe si pjesë e besimit, duke qenë se 3 vite më parë nisa kem besimin më të fortë tek vetja dhe duke qenë se agjerimi është një nga 5 shtyllat e Islamit, atëherë do duhej që të plotësoj edhe një prej shtyllave në mundësinë fizike që ka njeriu, dëshmia që është e para, namazi i dyti dhe agjerimi i treti që janë 3 më të realizueshme. Më pas është dhe pjesa e dhënies së zakatit apo 2.5% pasurisë dhe shkuarja në haxh, por këto dyja varen gjithmonë duke pasur parasysh kapitali. Kështu që namazi dhe agjerimi nisën njëkohësisht tek unë dhe ky është agjerimi 4, viti 3 në besim si praktikant në 5 vakte. Ndërkohë, për shkak edhe të profesionit, ka pasur momente që ke pasur vështirësi? Vështirësitë kryesore janë kur dalim jashtë Tiranës, në rrethe, ku padyshim lejohet që për gjithë agjeruesit që janë udhëtar ta thyejnë agjerimin, ta prishin ose ta zvendçojnë atë një ditë më mbrapa, por kënaqësia që ti shef tek çelja e iftarit është shumë herë më e madhe se sa ta thyesh agjerimin. Padyshim kur ka vështirësi fizike, shëndetësore, normalisht nuk është e pëlqyeshme që ti ta mbash agjerimin, por në momentin që ti duron që ke një lloj sakrifice që mund ta përballosh, atëherë e mira është që ta vazhdosh agjerimin. Padyshim, aktualisht që ne flasim jemi në fazën pranverore. Agjerimi dhe për një 10 vite apo ndoshta edhe më tepër do hyjë në fazën dimërore. Pra vjen gjithmonë me 10 ditë mbrapa dhe do të jetë shumë herë më lehtë se i përket kushteve atmosferike. Por që ka ditë, për shembull, ne kemi agjeruar dhe ditën e Arafatit, që është në prag një ditë përpara Kurban Bayramit dhe ka qenë realisht shumë nxehtë, mund të ketë qenë 30 apo 35 gradë temperatura, ku padyshim etja ishte shumë dominuese, por që gjithmonë agjerimi ka ardhur si lehtësim. Pra çdo gjë që Zoti ka zbritur për besimtarët vjen si lehtësim dhe me atë njëjtin efort për ta mbajtur kalohet. Unë rregullisht kam agjeruar 5 vite, ky është viti i 6, por nuk e kam agjeruar të plot për shkak të arsyeve të mia dhe kam qenë pak si në faj që nuk e kam agjeruar të gjithë muajin e Ramazanit, por e kam nisur këto 10 ditëshin e fundit, duke qenë se është nata e kadrit dhe siç thuhet që nuk dihet në cilën ditë është fiks, unë kam vendosur të agjeroj të 10 ditët, por që vite të tjera e kam agjeruar të plot, ka nisur spontanisht do thoja, ka dëshira ime sigurisht nga imponimi i askujt. Dhe kanë shkuar shumë mirë, me thënë të drejtën, edhe besoj të vazhdoj të agjeroj edhe vitet e tjera. Ky është viti 18 që unë agjeroj muajin e Ramazanit, muaj të plot Ramazanit, kam nisur që në moshën 11 vjeç dhe mund të them që ka qenë një ndjesi e mirë që më ka shoqëruar që në atë kohë për të agjeruar këtë muaj të shenjtë dhe nëse
mund ta quaj kështu, ka qenë një trashëgimi e lënë nga gjyshja ime që në moshë fare të vogël merrte në xhami dhe pikërisht mësonte gjëra që lidhen me fen islame dhe ka qenë një ndjesi e mirë, jo një imponim nga ana e saj që më ka nisur që në atë kohë. Unë agjeroj prej 4 vitesh. E kam nisur fillimisht në gjimnaz, fillimisht i dëshirë, jo si imponim, edhe pastaj deri tani unë kam vazhduar që ta mbaj Ramazanin. Unë kam, ky është viti 3 që agjeroj, pra gjatë gjithë muaj. Më herët kam agjeruar në ditë caktuara, kryesisht 10 ditën e fundit, për të kapur natën e madhe, ajo që njihet si nata e Kadrit. Në fakt, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, thotë 2 momente të bukura ka agjëruesi, momentin që çel iftarin dhe ditën kur takoi Zotin e tij. Kështu që momenti i parë ose një kënaqësi e veçantë është kur çel iftarin me idenë që jo thjesht po pi ujë apo pa 2 urma apo një pjatë supë, por si lloj përmbushje që ti ke arritur, e ke plotësuar atë ditë, pra e ke përmbushur një ditë agjerimi, iku dhe një, por të vjen dhe një lloj keqardhje sepse u bë -1, pra po mbaron shpejt agjerimi. Ndërkohë pjesa e syfyrit ka veçantë e saj sepse ti ngrihesh dhe po bën një obligim, sepse edhe aty profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë ka bereqet dhe pjesa e ngrirjes së syfyrit, sepse një pjesë e mirë e besimtarëve han darkë dhe ja fusin gjumit në mëngjes dhe nuk çohen më. Por ka të mirat e saj edhe ngrënia e syfyrit, sepse është kënaqësi. Aq më tepër që unë jam agjëruar bashkë me bashkëshorten time, çohemi të dy. Kryesisht ajo gatuan iftarin duke qenë se është në shtëpi, kurse unë çohem pak më herët për të gatuar syfyrin, që ajo të plej pak më tepër ose të qëndroj pak me gocën. Kështu që ka momente të bukura dhe iftari dhe syfyri, aq më tepër kur i ndan familje, por edhe në shoqëri. Domethënë edhe bashkarisht në punë ham iftare me kolegët, në ato se çfarë kemi marrë nga shtëpia ose porosisim diçka. Ndërsa pjesa e syfyrit kam pasur momente të bukura kur zyra shokut apo kushërinjtë e mi për të ngrënë syfyr me idenë që mos i lijat të kaloni një ditë me eti apo në uri për shkak të gjumit që ata e kishin disi më të vështirë për të çuar. 2-3 vitet e fundit, duke qenë se është punoj në emision në mëngjesit tashmë, edhe do të zgjohem herët, unë që nga syfyri pastaj nuk flem më dhe kjo ka qenë vështirësia ime më e madhe. Pastaj pjesa tjetër ka qenë e përballueshme për shkak se edhe temperaturat nuk kanë qenë më të larta siç qëllon gjatë kohës së verës, por kanë qenë temperaturat e përballueshme dhe nuk e kam pasur problem këtë pjesë përveç gjumit. Buroj sektorin e kronikës dhe është një sektor që mund të themi që të mban të angazhuar pothuajse gjatë gjithë ditës në rast se ka ngjarje. Ka patur raste që hapja e iftarit është bërë edhe në vend ngjarje, në vende, por është një ndjesi e mirë, të paktën për mua, nuk është një problem, nuk është se ka ndodhur shpesh kjo gjë për të kthyer në një problem për të çelur iftarin, por ka qenë një vend ndryshe ku unë kam çelur kam përmbyllur të gjitha të orar të agjerimit dhe të paktën për mua është një ndjesi e mirë dhe nuk më ka penguar as pak në punën time dhe madje me kalimin e viteve dhe ulja e ditës nisjes së Ramazanit ka bërë që ta përjetoj këtë muaj edhe në kohë kur ka qenë temperaturat shumë të larta dhe dita ka qenë tejet e gjatë, por edhe në kohë si ditët e sotme kur orari i agjerimit është më i shkurtër dhe çelja e iftarit është në një orar më të hershëm se oraret që ka patur muaji Ramazanit. Kujtoj madje edhe ngjarje ku kam qenë me Ramazan dhe një prej tyre është prishja e teatrit vite më parë, ku temperaturat kanë qenë tejet të larta, kishte vështirësi, por ishte një ndjesi e mirë në momentin që u çel, që edhe në një angazhim aq gjatë në punë, unë arrita të agjeroj muajin e Ramazanit edhe si një sakrificë më e shtuar ndaj të mirave dhe të paktën në përkushtimit ndaj Zotit. Jo vetëm për shkak të familjes, unë kam prindrit të cilët agjerojnë për shumë vite, për shembull mama ime ka 35 vite që agjeron, ka qenë një lloj ndikimi, po edhe vetë që në moshë të hershme kam frekuentuar, po themi, në ditët e xumas të premteve që njihen xhamin, edhe për shkak të rrethit shoqëror, duhet të kemi parasysh që besimi është shumë personal. Pra, ka njerëz që besojnë në forma të ndryshme edhe janë të devotshëm aq sa ata mendojnë. Po themi, ndaj unë nuk jam shumë besimtar i devotshëm, por përpiqem që gjatë kësaj periudhe, po themi, pra këtij muaji të shet, të reflektoj për veten, të reflektoj për familjen, të reflektoj për shoqërinë,
shikojmë çfarë mund të bëjmë më mirë, është si një periudhë shumë e mirë edhe meditimi për të parë çfarë kemi bërë keq, çfarë kemi bërë mirë, ku duhet përmirësohemi, edhe të krijojmë atë raportin dhe qetësinë shpirtërore me të madhin Zot. Normalisht kjo është parsorja, është ai momenti kur bashkojmë gjithë familja, ulemi duke ngrënë ato ushqimin e ngrohtë, por është edhe një ndjesi që çdo njeri kur agjeron ka një ndjesi të brendshme, nuk e di, është një qetësi, një relaks që e ke gjatë këtij muaji të bekuar. Me thënë drejtën, për shkak të punës së radhë haj ushqim me familjarë, sepse nuk na bërkojnë orarët. Edhe kjo ka qenë një mënyrë shumë e mirë që të bashkohemi, po themi të gjithë në tryezë. Patjetër është një kënaqësi shumë e madhe shpirtërore, edhe duke shpresuar që mbas këtij muaji gjërat do të ecin më mbar, do të jemi më të shëndetshëm, më mirë në të gjitha aspektet e jetës. Unë do të thoya që iftari është vakti preferuar, duke qenë se kur jam me familjen, sigurisht mblidhemi të gjithë bashkë pasi agjerojmë të gjithë si familje, dhe është ai momenti që mezi e pret, jo për shkak se ke nevojë të hash apo të pish ndonjë gjë, po thjesht është ai ideja që ti mblidhesh me të gjithë edhe konsumon diçka se nuk të hajt shumë ushqim në momentin që hapet iftari. Pastaj për pjesën e syfyrit është çik më e vështirë, se është mëngjes dhe pastaj mezi konsumon diçka të shpejtë. Patjetër që ka momente që për shkak të dinamikës punës tonë edhe çështjeve ndoshta të rëndësishme apo delikate që duhet të merremi është e vështirë. Por kur mendoj që ka njerëz që bëjnë punë shumë herë më të vështira, nuk duhet ta quajmë veten me kaq pak fat. Po ta lehtëso Zoti si i thonë edhe përballohet, as më tepër këtë vit që është, po themi rreth 13 orë pak, sepse siç po tregoja për familjen, ka treguar IMM që ka patur raste që kanë agjeruar edhe më shumë se 16 apo deri në 17 orë edhe në kushte atmosferike jo kaq të favorshme që jemi në këtë vit. Dhe kam parë domethënë këtë vit, ndoshta mund të jetë edhe një arsye kjo që ka njerëz që kanë agjeruar dhe për herë të parë dhe janë bashkuar këtij muaji të madh. Një problem të vogël me gjumin, por jam mësuar domethënë, po si thash është një moment shumë i bukur që nga momenti kur e çel iftarin me familjen, por edhe në syfyr janë ato momentet kështu të vogla, po gjithsesi mësohesh. Të paktën personalisht unë nis edhe iftarin dhe përmbylljen e syfyrit me një lutje për të një agjerim të pranuar dhe një agjerim sa më të lehtë, jo vetëm për vete, por për të gjithë rrethin e të njohurve të mi dhe jo edhe personat që nuk i njoh sa i takon këtij muaji, por ajo që më bën të ndjem mirë është në momentin që unë mblidhem me të afërm apo njerëz të njohur për të organizuar një iftar apo edhe syfyr, pasi përgjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit, që janë edhe 10 ditët më të rëndësishme këtij muajit, syfyret mund të organizohen edhe me të njohur për shkak se praktikohet dhe është namazi i natës, siç quhet, ku besimtarët i drejtohen xhamisë në një orë më të vonshme pas mesnatë dhe është pak përpara se të përmbyllet dhe syfyri, dhe të paktën organizime të tilla, por edhe mbledhja me miq e shok është një ndjesi ndryshe për këtë, por edhe vetëm është një ndjesi e cila të paktën je më i fokusuar në lutjet apo në ato të mira që i drejtohen pikërisht këtij muaji të shenjtë. Uroj që Zoti të ketë pranuar agjerimin, është një nga veprat që askush nuk e di shpërblimin e saktë, e di vetëm Zoti se sa do shpërblemi për agjerimin. Kështu që ata cilët kanë agjeruar, uroj që ky 10 ditësh të gjejë akoma më të gëzuar, është më sfidues sepse do të çohemi për namazet e natës rreth orës 2 të mëngjesit, edhe do jetë si thua gjithë dita jon me 2 orë apo 3 orë gjumë, dhe uroj që t'i arrin ata kadrit, t'i aqellojnë, t'a agjerojnë, të pranohen lutjet e tyre dhe padyshim të fitojnë xhenetin si pjesë e kënaqësisë apo pjesë e synimit që kanë besimtarët. Ndërsa ata të cilët nuk kanë agjeruar deri këto 20 ditë, provoni sikur dhe natën e kadrit, ndoshta jo për shkak besimit nëse nuk jeni të tillë, por për të parë dhe për të sprovuar veten. Pra, a mundet, rezistoni dot pa ujë, pa kafe, pa duhan, pa bukë, pa ëmbëlsira apo pa diçka, qoftë dhe një ditën pas e ja flasim së bashku. Paqen gjithmonë zemrat plot dhe jetën plot të mbushur me shëndet dhe shumë dashuri. Kemi goxha një komunitet i caktuar, për shembull gjatë kësaj kohe është interesante se ka dhe kolegë tjerë
krishterë cilët po agjerojnë dhe ato në formën e kreshme, si që kanë ato ritualin edhe besimin e tyre. Patjetër jemi ullur edhe si gazetar për të konsumuar një iftar, kemi ftesa pa fund, të shkoha që shtrohen dhe shumë iftar nga institucioni, individe e tjerë me radhë, dhe jemi bërë edhe bashkë, themi gjatë ti muaj, me gjithë se dihet që ka raste që edhe gazetarët brenda komunitetit nuk shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Ka vit shumë kolegë të mi, por jo vetëm në fushën e gazetarisë, edhe në fusha të tjera, ka një solidaritet për të agjëruar apo për të mbajtur kreshmen sa i takon fesë katolike. Ajo se çfarë është e mirë është ndjesia kur ti mblidhesh me kolegët për të çelur dhe për të përmbyllur një ditë sakrifice në kuadër të këtij muaji. Vetëm pak ditë më parë ishte protesta e opozitës dhe përkoj që në momentin që do të qele ishte pak minuta përpara se të niste ai tubim dhe ishte një ndjesie mirë që së bashku me disa kolegë morëm diçka thjesht sa për të çelur iftarin dhe kjo është sigurisht është një atmosferë e bukur pavarësisht vendit ku je apo momentit që të gjen për të hapur iftarin. Zoti u ka pas pranuar gjithë agjërimin, edhe pse jemi gjatë përfundimit, po sa më të lehtë këtë muaj të bekuar. Unë shpresoj që ky muaj të jetë i pranuar për të gjithë, lutjet e gjithë besimtarëve musliman, por jo vetëm, të jenë të pranuara dhe le të shpresojmë që ky muaj të jetë një muaj reflektimi, jo vetëm për reflektim dhe një shmange të ngrënurit apo të pirit, por dhe një reflektim shpirtëror për të bërë sa më veprime të mira, atë se çfarë kanë thelb edhe mesazhi i këtij muaji. Muaji i sakrificës jo vetëm sa i takon një pastrimi të gjithë organizmit, por edhe pastrimi shpirtëror ku duhet larguar nga veprat e këqija dhe veprat e gabuara.